Territori shqiptar për datën 16 prill do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Në disa zona priten rreshje shiu të përkohshme, veçanërisht në zonat veriore dhe qendrore të vendit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 28 gradë Celsius, veçanërisht në ulësirën perëndimore. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 6 deri në 11 metër për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare mund të arrijë deri në 14 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të lehtë deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 16 deri në 28 gradë Celsius. Kukës, 10 deri në 22 gradë. Peshkopi, 9 deri në 20 gradë Celsius. Tiranë, 15 deri në 28 gradë. Durrës, 15 deri në 27 gradë. Kavaj, 15 deri në 27 gradë. Elbasan, 15 deri në 27 gradë Celsius. Berat, 15 deri në 27 gradë. Korç, 10 deri në 23 gradë. Vlorë, 16 deri në 25 gradë Celsius. Gjirokastër, 15 deri në 27 gradë. Sarandë, 16 deri në 26 gradë Celsius.